Mjeku çudit botën. Kungulli çdo ditë shëron këto 4 sëmundje. Ja kush duhet ta konsumojë urgjent. Kungulli është një nga perimet më të dashura të vjeshtës. Ky ushqim i pasur me vlera, vitamina dhe minerale përmban pak kalori. Farat, gjethet dhe lëngjet e nxirra prej tij janë shumë të mira për shëndetin tuaj në tërësi. Një perime e tillë arrin të bëjë pjesë në regjimin ushqimor edhe t'jap një sër benefitesh për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të jetë një mburojë e veçantë ushqyese në dobi të organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kungulli përmban kalium që ka ndikime pozitive edhe në tensionin e gjakut dhe antioksidantët e tij mund të parandalojnë dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira që përmirësojnë gjithashtu edhe shikimin tuaj. Kungujt e paprerë mund të ruhen në një vend të freskët dhe të errët për rreth 2 muaj. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i tij? Ju ftojmë të dëgjoni me vëmendje videon deri në fund për të kuptuar rëndësinë e tij në shëndet dhe arsyet pse duhet ta keni pjesë të pandarë të gatimeve dhe recetave tuaja. Kungulli është i mirë për shëndetin tuaj të syve dhe atë imunitar. Kungulli është i mirë për sytë dhe për sistemin imunitar pasi është i pasur me vitaminën A, vitamina e cila mund të jetë shumë e rëndësishme për shëndetin tuaj të syve. Një racion i vetëm me kungull ofron 200% të dozës rekomanduar ditore të këtij ushqyesi, kaq të dobishëm për organizmin. Shëndeti juaj i zemrës do të përmirësohet. Kungujt përmbajnë kalium dhe antioksidantë të cilët mund të parandalojnë sëmundjet e zemrës, por edhe disa lloje të tjera të komplikacioneve. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe kundër problemeve të kolesterolit. Sterolet bimore të farat e kungullit ndihmojnë uljen e kolesterolit të keq. Të njëjtin rol luan edhe acidi yndyror omega 3 që ul trigliceridet dhe tensionin e gjakut. Do të përmirësojë peshën trupore. Kungulli është një ushqim i lehtë me pak kalori. Një racion i vetëm përmban vetëm 50 kalori. Një njëjtë racion përmban 3 gram fibër që do të thotë se do të ndjeheni të ngopur për më gjatë. Kungulli do ju bëjë që të ushqeheni më shëndetshëm. Përfshirja e kungullit në dietën tuaj ushqimore është shumë e thjeshtë dhe vlerat që do t'i japin organizmit tuaj do ta bëjnë atë një prej produkteve më të mira për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Përfshirja e kungullit në mënyrë të rregullt do të bëjë ndryshime pozitive në shëndetin tuaj. Vitamina A që gjendet te kungulli është thelbësore për shikimin e fortë. Gjithashtu, vitamina A te kungulli do të sjellë avantazhe më të mëdha. Një rrezik më të ulët për të prekur nga disa lloje të radikaleve të lira siç janë ato të mushkërive dhe prostatës. Gjithashtu, kungulli do të nxit mbrojtjen më të mirë imunitare. Përveç beta-karotenit, kungulli ofron një sasi të madhe të vitaminës C, vitaminës E, hekur dhe folat, të cilat forcojnë imunitetin dhe shtimi i kungullit në dietën tuaj mund të ndihmojë qelizat imune të punojnë më mirë dhe të largojnë mikrobe dhe të lehtësojnë gjithashtu shëndetin tuaj. Kungulli është një ushqim shumë i mirë edhe për personat që vuajnë nga hipertensioni. Ngjyra portokallie e kungullit është gjithashtu një shenjë mirë e pasur me kalium. Kjo është kritike për uljen e presionit të gjakut. Farat e pastra të kungullit janë gjithashtu të plota me minerale të cilat rrisin nivelin e kolesterolit HDL dhe ndihmojnë për të mbajtur presionin e gjakut më të ulët. Nëse konsumoni kungull, do ju ndihmojë të flini më shëndetshëm. Farat e kungullit përmbajnë triptofan, një aminoacid i cili ndihmon në prodhimin e serotoninës. Përveç se ju bën të ndjeheni më mirë, serotonina gjithashtu është një element kryesor në promovimin e një gjumi më cilësor. Farat e kungullit janë një meze shumë e lehtë të cilat mund të shtohen në dietën tuaj. Kështu përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike. Kungulli mbron shëndetin e zemrës. Rreziku për shfaqjen e sëmundjeve në zemër ulet me rritjen e niveleve të fibrave. Fibrat janë të pasura me këto minerale. Përveç fibrave dhe vitaminës A, kaliumi luan një rol të rëndësishëm për shëndetin e zemrës. Kungulli është i mirë edhe për mbrojtjen e shëndetit tuaj të lëkurës. Fuqia antioksiduese beta-karoten të kungullit ndihmon për të luftuar efektet e plakjes në lëkurë.
Ajo gjithashtu ndihmon për të luftuar inflamacione dhe për të sjellë një sër vetish pozitive në mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Nëse doni të bëni një gjumë më të qetë, atëherë përfshirja e kungullit në dietën tuaj do të jetë një mburojë e shkëlqyer për efektet ushqyese të trupit. Farat e kungullit janë të pasura me triptofan, aminoacide të cilat ndihmojnë në prodhimin e serotoninës. Përveç kësaj do të japin rezultate fantastike kundër problemeve të pagjumësisë. Gjithashtu, kungulli është një produkt i cili do ju ndihmojë edhe për rënien nga pesha. Kungujt janë të lartë në fibra dhe të ulët në kalori, që do të thotë se ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Fibrat në dietën tuaj ndihmojnë edhe shëndetin digestiv, kështu mund të keni më pak probleme me kapsllëkun. Kungulli është i pasur gjithashtu edhe me kalium. Studimet tregojnë se nivelet të larta të kaliumit mund të ulin rrezikun e goditjeve në tru, gurët në veshka dhe diabetin e tipit 2. Një tjetër bonus, kaliumi rrit gjithashtu dëndësinë në minerale kockore duke përmirësuar shëndetin e kockave. Parandaloni nivelet e larta të tensionit të gjakut. Ngjyra portokallie e kungullit tregon gjithashtu se kjo perime është e pasur me kalium. Kjo është e rëndësishme për uljen e tensionit të gjakut. Farat e kungullit janë gjithashtu të pasura me minerale të steroleve bimore, të cilat rrisin kolesterolin e mirë dhe mbajnë në kontroll tensionin e gjakut. Kungulli do të forcojë imunitetin. Përveç beta-karoten, kungujt janë të pasur me vitaminën C, vitaminën E, hekur dhe folat. Lëndë ushqyese këto që forcojnë imunitetin. Përfshirja e kungullit në dietën tuaj ndihmon në mirë funksionin e qelizave, lufton bakteriet dhe ofron një shërim më të shpejtë të trupit. Kungulli është një produkt i cili ndihmon edhe në uljen e rrezikut të radikaleve të lira dhe konsumi i tij në mënyrë të rregullt, sidomos do të jetë një aleat i mirë i shëndetit tuaj në tërësi. Kungujt do të mbështesin shëndetin tuaj të kockave. Kungujt janë të pasur me vitaminën K, një lëndë ushqyese thelbësore për shëndetin tuaj të kockave. Vitamina K ndihmon në rigjenerimin e kalciumit duke siguruar që ajo të depozitohet si duhet të kockat dhe të dhëmbëve. Një dietë që përfshin kunguj mund të kontribuojë në kocka më të forta dhe më të shëndetshme, citon Healthy Side. Kungujt do të rrisin humorin dhe cilësinë e gjumit. Farat e kungullit janë në një burim i mirë i triptofanit, një aminoacid që luan një rol në prodhimin e serotoninës. Serotonina është një neurotransmetues që rregullon humorin dhe gjumin. Përfshirja e kungullit në dietën tuaj mund të kontribuojë në një cilësi më të mirë të gjumit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tilla. Kungulli është një burim shumë i mirë i kaliumit, mineral që luan një rol vendimtar në rregullimin e tensionit të gjakut. Marrja e mjaftueshme e kaliumit ndihmon në uljen e tensionit të gjakut, zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve në zemër dhe goditjeve në tru. Përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një element pozitiv për mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Nëse nuk ju pëlqen tuli i kungullit, atëherë mund të përdorni edhe në konsumin tuaj farat e tij. Farat e kungullit janë një meze e lehtë e njohur veçanërisht në periudhën e vjeshtës. Edhe pse janë më të njohura në muajt e vjeshtës, këto fara mund të konsumohen gjatë gjithë vitit, gjë që është veçanërisht më së miri nëse i hani ato edhe për të mirën e shëndetit tuaj. Një grup dietologësh për mediumin Eating Well ka nënveçuar disa nga përfitimet më të njohura të këtyre farave të shijshme dhe të shkëlqyeshme. Ato ndihmojnë në mbrojtjen kundër inflamacionit. Farat e kungullit përmbajnë linja përbërëse që promovojnë shëndetin, raporton Eating Well. Linjat në farat e kungujve ulin inflamacionin dhe veprojnë si antioksidant të fuqishëm, citon dietologja Pam Hartnett. Sipas Hartnett, linjat e farave të kungullit mund të ndihmojnë gjithashtu në uljen e rrezikut të komplikacioneve sepse këto përbërës bllokojnë enet e gjakut që ushqejnë komplikacione dhe ndihmojnë në ngadalësimin e rritjes së radikaleve të lira. Ato ndikojnë edhe në shëndetin e zemrës. Dietologja Jessie Holland thekson se farat e kungullit mund të përmirësojnë shëndetin e zemrës dhe të nxisin nivelin e balancuar të sheqerit në trup. Sipas Eating Well, duhet të përfshini me patjetër kungujt në dietën tuaj. Kjo për shkak të rëndësisë së madhe ushqyese, por edhe farat e tij nuk duhet të ngelen pas për shkak të benefiteve. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.